Doktoresh, po kemi dëgjuar edhe rastet kur hajnë më shumë kryp apo më shumë sheqer. Sa është e dëmshme kjo për shëndetin? Kjo është pjesa e këshillimit që unë zakonisht ju prezantoj pacientëve të mi, luan një rol dieta shumë në pjesën e patologjisë së hipertensionit. Unë ju them pacientëve të mi, kripa është armiku juaj. Pavarësisht sa shumë i shijon gjellës, momentin kur flasim për një nivel të lartë të kripës, gjithmonë ka me pas organizmi dëmtime. Kripa, pastaj kemi yndyrnat, brumrat, gjitha këto e rëndojnë organizmin, ndikojnë që edhe të rritet niveli i yndyrës, mandej kur të rritet niveli i yndyrës, po na rritet edhe hipertensioni. Unë i shoh shpesh pacientat e mi të cilët vinë ndonjëherë edhe si raste urgjente, flas për kriza hipertensive ndoshta që nuk ju ulet tensioni, qoftë nga medikamentet që ne ju japim, vetëm pse kanë ngrënë ushqime që kanë pas shumë krip. Po supozojmë kanë ngrënë qoftë mishterun, i cili ka qenë shumë i kryposur, ose ushqime gjellra të cilat kanë pas një nivel të lartë të kripës dhe kanë ndikuar që i gjithë organizmi me përjetu një lloj gjendje stresogjene, e cila është patjetër është përcjellë edhe me hipertension. Prandaj dieta, ju lutem, keni kujdes në ushqimet, sidomos për moshat e shtyera, nuk funksionojnë, po flas për moshat cilat janë gjenerate tretë pak më të vjetra, sepse organizmi fillon ta humbë dhe atë efikasitetin e tij, mënyrën se si i përpunon qoftë ushqimet apo edhe kripën, qoftë edhe yndyrnat, prandaj të kenë kujdes me ushqime më të lehta, ruhen natën vonë, mos të hajnë ushqime të rënda, sa më shumë pemë, sa më shumë perime, po mbi të gjitha të pinë sa më shumë ujë. Uji nuk e zaventson asgjë. Domethënë, qoftë langjët, aq më pak pijet energjike që unë nuk ja u rekomandoj as të rinjve, po mirë po as njerëz nga mosha të cilat munden me ekzistu, sepse me të vërtetë kanë një ndikim negativ.